Një grevë e organizuar nga Konfederata e Përgjithshme Italiane e Punës dhe Shoqata e Sigurimeve Shoqërore e Shteteve të Bashkuara zhvillohet sot në Itali në mbështetje të Gazës dhe kundër sulmit të Izraelit ndaj anijeve të flotiljes. Transporti publik lokal, autobusët, tramvajet e metrot do të pezullohen për 24 orë. Transporti ekurudhor është pezulluar që prej mbrëmjes së dieshme dhe do të vazhdojë deri në orën 20:59 të ditës së sotme. Trenat e distancave të gjata do të vazhdojnë të operojnë normalisht. Mbrëmjen e dieshme në shumë qytete italiane u organizuan demonstrata dhe marshime. 10 mijëra njerëz dolën në rrugë në mënyrë paqësore, por në disa raste demonstratat kërcënuan të përshkallëzoheshin në përleshje. Zëvendës kryeministri i Italisë Matteo Salvini tha se kushdo që bllokon vendin do të përballet personalisht me pasojat. Paralajmërimi i fundit, nëse mbizotron arsyeja e shëndosh, ne do të sillemi në një mënyrë të caktuar. Nëse mbizotrojnë arroganca dhe dhuna e shtypja, ne do të dimë si të reagojmë, tha Salvini. Efektet e para të grevës përgjithshme kanë qenë të dukshme në kryeqytet që nga mëngjesi i sotëm kaosi ka shpërthyer në stacionin Termini ku janë anulluar shumë trena dhe janë raportuar vonesa deri në 80 minuta. Protestuesit janë mbledhur në pika të ndryshme në të gjithë qytetin. Me shumë gjasa do të mblidhen sërish më vonë. Po bllokojmë gjithçka për të ndaluar gjenocidin. Së bashku mund ta çlirojmë Palestinën nga pushtimi i Izraelit. Do të jemi përsëri një batic në rrugë, njoftuan aktivistët.